pytur ka herë, vërtet, në botën e muzikës rock, sidomos, a I vlen nga emrat më të shquar, emrat që për vite I ka qëndruar besnik. Nuk I pëlqen shumë ta lavdrojmë, është profesor, është dizajner, është muziktar, e këngëtar. Zone e zotri për ju, për ne, për të gjithë, zotri Luan Tashi. Jem shumë zakonisht më ullë këtu? Jo, gjitha instrumentet. Buja dhe komenajt. Pastaj, knej, ose anej, po shpesh herë dhe këtu në mes me gitarën në mikrofon, Ashtë. Luan Tashi në serve. Ashtë më si që ka më sakër në spektaklin të, ku po të që më shumë. Si profesor, si muziktar, si dizajner, a më të qyqë ashtu dizajner grafik, dizajn grafik, edhe autori 4 librave. Pa tjetër, që do të flasim për ta? Aty më përqeba shumë. Aty përqeba shumë. Aty jemi përqendrum të shumë vite. A je lindë rritë në Prishtinë? Po. Edhe shumë gjenerata më herët. Kështu sheherli tamam. Nuk kom dëshiru në ashtu, fatje ka dashtë. Se ke zhjellë. Ja. Pa me gjithatë bukur, se ke qenë afer bibliotekave, afer... Po, tash, kur rritesh në qytet, rritesh, dhe më thonë, në rrethin ku ki mundësi me prek edhe artin, edhe letërsin, edhe gjuhën, edhe... Pa tjetër. Kineman, teatrin... Se edhe fëmirin dhe rinin e ke pas në periudhë të një zhvillimi të hovshëm, të një bumi. Po flasim për 70-at. 70-at. Të kujtohet qendra pionerve që sigurisht ke frekuentu ai grupi recitatorve, poezi. Unë kom qenë edhe në lidhjen e vëzhguzve. A dhe të vëzhguzve? Po, vëzhguz kom qenë 73-4, dhe më thonë, ato në atë kohën e vjetër. Po në botën e muzikës, ke diçka trashëgimi? Jo, gjithë që lanë a ime, ndjera, ajo e ka pas një zë fenomenal. Gjatë përgatitjes ushqime, gjatë pastrimit në përshpje majment, I këndon të ato veprat klasikët, muzikës klasike, Giacomo Puccini, Kutadiune, shumë autor të mlajtë. Kur u bërë që ta kuptosh këtë, befasoheshe për mirë, sigurisht. Jo, me gjithë që unë e kom pasë një djalë tagjës, një farë Samiun, I cili ka qenë veç gitarist, ashtu që prej ti unë si fëmijë I vogël, I binte aty me këngëve të bukura Cat Stevens, The Beatles, Kutadiune, Bob Dylan, Neil Young. E unë shtu më thonë fillimi 70, 73-74, thësha, po cysh është e mundë, ka qmit, po I liviz gishtat. Thësha, edhe një ditë, edhe unë do të bëjmë si Samiun. Mande, kom pasë një këshit, cili ka pasë shumë muzikë. Motra ti e studionte në Londër, në atë kohë, po flasim 70-ave, edhe ajo e furnizonte gjithmonë me plaka, me albume treja. Shtu që unë e majnë mend shumë I vogël, kur kanë dalë albumet e Ceppelinave, kur kanë dalë albumet e Pink Floydave, të më thonë, taman ka dalë Lodër 75, që kjo album unë e veç të nesërme të kom digjua. Kom pas fat. Ka pas edhe radio që kanë transmituar atëherë dhe ka qenë I përparësie mirë. Radio Prishtina ka qenë veçanërisht me nësi të kujtote ty, po ashtu kjo Fontan Dëshirash, ka qenë çdo ditë, të më thonë një 2 orë të mira. Edhe ka qenë koha rock'n'rollit, kër është në gjuhë kryesisht qaj lloj muzikës. Tu që kemi pasë, ne kemi pasë një emision, radio emision të Shkupit, I cili është qujtë 3 gongët, edhe une me një farë magnetofoni, gjdo ditë kom inqizu. A ke inqizu? Po, kom inqizu. Dhe më thonë, jom furnizu me muzikë të njetën. Mande, fillova dikon 7... Po furnizove, po kur ja fillove vetë? Do më thonë, une veç musha me muzikë gjatë 70-ave, edhe gitarën e parë, vlau im, e bleti në Shkup, e majmet, ka qenë gitarë gjysmë akustike, edhe qaj gitarë është në spot. Qaj gitara e bardhë, tash do të shini, ku për herë të parë... është në spot, e kerujt ka shpëtu, ha? Po, ajo ka qenë totalisht e thuj me vrame, qafën e ka pas thuj me... Ashtu që me kom riparu, para 60 vjetë, 70 vjetë e kom riparu, e kom gjyro se kom bëtë barë, se ka qenë në gjyrë druni, edhe para se më gjyru spotin thash,
do të përdori këtë gitarë time të parë, e cila është e 77-ës. Të që kemi më në fund në... A do me thonë që na kujshit nërë me vete, dojmë ngjyrën e bardhë, edhe kjo piano s'ka qenë ngjyrë bardhë, unë e kam bon. Jo, ngjyra bardhë është ngjyrë e zotnive. A, është e zotnive? Është e zotnive, që ti kravatën... Edhe në atë kanë shikimin tim, kanë shikimin tënë të dizajnit. Po, ngjyra bardhë është ngjyrë fisnike. Faqja e bardhë. E tash, se më vonë, absolutisht, ju thash, për çka shquhesh më shumë, si artist, studius apo muzikant, por do të flasim. Një moment shumë i veçantë në jetën tuaj, e që më ka bo përshtypje edhe mua dhe të gjitha ata që jemi, aty jemi si një gjenerat. Është fakti që juni nga ata njerëzit më fatë që keni fotografu Nën Terezën në vizitën e saj në Prishtinë. Që shiman në ato ditë, Luan, si ka ndodhë kjo gjë? Që sherdhe në shprehje, 13 vjeqar, 12 dikun ke qenë, ha? 78-ën kom qenë 13 vjeqar. 13 vjeqar. Kështu, unë e maj mend shumë bukur atë ditë, ishte prill 78, po ka qenë kohë shumë e mirë, shumë e nxehtë e mirë. Atëherë isha një fotoamator. Më thonë ku... A ishe fotoamator? Po isha, sepse në atë kohë, të më thonë kur ka mungu, kur nuk ka ekzistu interneti, misione satelitore, shumë gjana. Edhe televizioni ka pas 2-3 orë program, ka që konë? Ashtu që na fëmijët ose kemi lut jashtë me top, apo çfarë do lojna më shefta sa kila ku ta diune, ose mi marr ose kemi qenë sportista me karate, se cila shkollë fillore ka pas një klub të karates. Një klub të karates. Ose ki qenë karatist, ose ki qenë futbolist, ose je marr me radio amator. Radio amator. Ose me fotografi. Po unë kom pas dëshirë të mire me fotografi, edhe pse kom shku 8 vjet edhe në shkollë të karates. Kom pas friten të ky brezi zi, po fillova më marrë me rock'n'roll dhe e lash. Në ka s'kja për mu. Eshtu që nana ime, ajo ma bleti aparatin, e maj mend ka qenë një bereta, po. Një aparat, ashtu mesatar, i DDR-s, dhe më thojnë Gjermanisë Lindore. Atë tripodin, mandej për shka kasaj ma bleti atë kopjusin polak, Krokus është qujtë. Man mira jo, kështu, si në për filma. Me ato end, ato tacnet e kuqe, me atë zhvillusin, kemikalet, letrat, kretë me bleti. Edhe ashtu që une plot energjie, plot vullnet për me fotografu, erdhë momenti kur masi që i bona ndoshta një 3-40-50 filma që i zhvillova veç i amora dorën, po ndëgjoj se unë kom jetu në C12 në Ulpian, ndërtesa ende quhet C12, të kanë qenë B, C, D, që ato numrat. Edhe C-a ka qenë ndoshta ndërtesa maja afërt e kishës Shëndohu në Ulpian. A kjo të lidhi? Po, edhe tash prej dritares sime, ku i kom pasur dritaret e këtyme ka kisha, shohën ndoshta 100 njerëz në hymet kishës, edhe po thëmë, qka ka ndodhë aty? Edhe pse aty kanë pas ato mesha çdo djele, i kanë pasur këta djene, por s'ka qenë djele, do më thë ka qenë jashta ditës rregullt. Edhe po shoh edhe pindigjej fëmijët edhe njerëz aty në poshtë dritares, tha nëna Terez. Po flasim 1 vjet para se me fitu ajo çmimi Nobel për paqe. Ajo fiton 79 në Oslo. 79. Në Oslo, ashtu që ajo ka qenë e famshme, por jo aq e famshme. Dhe tash e fotografuve pe i dritares apo shkova atje? Jo, edhe çka ndodhi, unë mora aparatin, por atëherë nuk ishte beretën më ka ble mu nana, por e pata një praktika, një aparat shumë më të mirë, e vendosa blicin sepse ishte muzikë, do më thonë ora 7, 6:30, 7, do më thonë edhe ishte pak dritë, pak. Edhe mora dhe vendosa blicin tash për çdo eventualitet. A dhe nëse ndoshta nuk po muj me nëzonë, po më hup drita natyrale. Edhe kom vrapu. Une drejt, nana e me mas me. Prej të më dhadhë, po du tha më fotografu me nana e Terez tash. Okej. Une mriva i pari. Si mriva aty, me pozën e parë, që ke fotografova nana e Terez, poza e dytë, nana e me për qafi. Ashtu që qaj fotografi që 2 nënat. 2 nënat. Ashtu e kom titullu. Edhe falinderit. Edhe
Edhe pastaj u erdhën u afru njerëzit, edhe ajo filloi me i përqaf fëmijët, cilë kishën aty afër. Edhe aty bona para kishës i bona edhe 2 fotografi të saj. Mandej ajo hyni brenda, u afrua te ai vendi aty, u gjunzu edhe filloi me u lut, edhe atë fotografi e bona brenda kishës mandej edhe, domethënë komplet kreti ku mbo 8 fotografi. 8 fotografi. 8 fotografi. Kishte fotograf tjerë? Jo. Po këto. Tu është poeta se jam i vetmi cili ka fotografuar Nonën Terezën në Prishtinë. Kanë shpëtuar ato fotografi janë? Unë e kam negativin, e kam rujt, negativin e kam, domethënë është aty, edhe në shtëpi e kam skenu negativin, e kam me cilësi shumë të lartë, por me publiku e kam publiku vetëm një, nuk ndoshta e gjeni, mundeni me gjetë, nëse e shkruani e lypni si Luan Tashi Nonën Terezë, del një fotografi, ku është nëna eme me Nonën Terezë. 2 nënat. 2 nënat, Ajo është e vetëmja e publikume, nuk kom dashtë sepse jam duke i rujt drejtat autoriale. Domethënë ato vetëm më i me shit, nuk i fali askujt. Luan, ke punu si portretist në vendet ndryshme, sa të ka ndiku kjo, si eksperiencë? Po unë kom fillu portretin shumë para se me studiu, artin. Domethënë si një autodidakt, si një edhe pse kom qenë ma i mirë në shkollë, sa i përket vizatimit. Kom pas shumë dëshirë, se kur fillova më marrë me muzikë, me rock and roll, fillova me bo portretet e Elvis Presleyt, mandej kush ka qenë atëre John Travolta, prej këtyne John Lennon. Brillantin, a? Po. Edhe ashtu që fillova më marrë me portrete shumë i vogël, domethënë, ndoshta klasë 3-4, edhe veç kur dola vitin e parë, vitin e dytë, shkollë mesme, unë veç isha portretist. Ishte portretistim. Edhe mandej shkum, për herë të parë shkum në Portorosh, ku fillova me bo portrete. E mandej prej aty të kom vazhdu në Greqi kom vizatu shumë vite, kryesisht në Santorini, flasim 86, 87, 88, mandej në Atheni, në Kret kom vizatu, në Hanja. Por mandej ishte problem me i marrë vizat për greke për shkak situatës, filloi lufta në Jugosllavi, ku ta diune. Me njerë fillova në Turqi, edhe vazhdova në Turqi. Në Turqi ke qëndruar goxha gjatë? Në Turqi vitet e para, 4 vitet e para, kom pikturu, kom vizatu portrete, domethënë portretist i rrugës. Po pastaj? Po 2 vite apo 3 vite të fundit kom bo muzikë. Ke bo muzikë? Kom qenë muzician. Ta i thojnë në gjuhën angleze, thojnë one man band. Të më thojnë, kom pas pregadit në Një njeri band në veti, krej. Ashtu, kom pas basistin, bateristin edhe pianistin e kom pas të qizume në minidisk, edhe asaj muzikës si ja kom shtu gitarën akustike edhe vokalin. Edhe këndoj e këngë. Po, it's now or never, do më thojnë, kom kënu shansona, kom kënu këngë kryesisht hoteleve. Kom pas një repertor shumë mirë. Po në botën e dizajni digital? Tash. Para se me fillu të dizajni, më falë që përse, ka qenë ai dizajni analog, do më thonë para kompjutorëve. Ma herët. Do më thonë, unë në vitin e parë shkollë të mesme, u fillova me punu të një zotëri në Prishtinë, Rushdi, e ka pas emre, Rushdi Jakupi, ku në këmësu, të ajë këmësu nikosisht me muzika, me këtë shko e marë, këmësu edhe teknikën e serigrafisë, apo si të shtypit. Po flasim si 16 vjeçar. Po kryesisht film kom la, kom pastru, kom qenë argat. A i bëje gjitha këto, po që ta mësosh atë? A i nuk kom ka leju kur punën kryesore, me punu me kod gjatë. Edhe sarë që e pytja diçka, po qysh bot kjo, ti me të më shiko edhe vjedhë zanatin. Shtu që po flasim konë para kompjuterave, ku të gjitha pregaditit filmike për shtyp, është dashë me bo me dorë. Me dorë. Ato kom qenë një farë talenti, në më thonë, është vizatu me një folje speciale, me raptografa, kemi kësi... Fotografit. Shka s'kemi punu me letraset, nështë të kujtojt, me ato shkronjat, me ngjit një kani, me bo tekst. Edhe tek kur dullin kompjuterat 88, 89, kur fillun, dhe më thonë ato filet e para, jo vetëm të na, po në botë, atërën po të rasin se po të vlavën, 87 shkojnë në Angli, edhe 89 na e pruni një Apple Macintosh,
sot pjethojnë Apple, ha? Atëre ka qenë Macintosh. E ka Macintosh. Macintosh, po ka qenë i vogël, bardhëzi 8 inqa, edhe ku aty ku fillu dizajnin digital. Do më thonë, për herë të parë me marrë mausin dorë, edhe me fillu me bo një rreth, me bo këta, me bo një tekst, me fut një imazh, me... Çfarë revolucioni, ha? Të thëllon, në 90-ën veç, isha maestro, për flasë për grafikat kompjuterike. Mësova Photoshopin, atëherë nuk ekziston të ende Illustratori e Corel, do më thënë punoni me disa aplikacione tjera, edhe ashtu, do më thënë edhe të thëllon, faktikisht unë atë vit edhe diplomova dizajnin grafik, të profesor Shushrin Imani, edhe isha, këmë qenë i klasën, po edhe besoj që ka qenë, se këmë qenë ndër studentat të rradhë, ku për 4 vite kom pas 40. Dhe ka qenë shumë strikt, shumë rigoros se për këtë punës. Profa, ha? Po. Me atë është bukur, sa bukur ka këmë duha? Uf, edhe si ka këtar ka qenë. Përveç që në shkruva dhe kushtetutën. Po, ashtu. Edhe, e keni punu në shumë projekte të rëndësishme shtetërore, Luan. Cila prej tyre të kalon më shumë gjurëm? Po, libri i pavarësisë, të cilin unë, personalisht e kom titullu niste të shkurt, e kom titullu, do më thonë se këta ka ndashtë jo libri i pavarësisë, edhe atër isha drejt për drejt kontakt me kryeministrin, cilën e kemi tani në Hagë, ashëm thaqen për me e kriju një libër i cili do të përjetonte 2 ditë para shpalljes, ditën e shpalljes edhe 2 ditë pas shpalljes. Do më thonë 5 ditë më të rastishme të Kosovës, ditë të pavarësinë edhe lirinë, se cilën Kosova nuk ka pas kur. Edhe ajo ishte një projekt shumë serios, të cilën e ka udhëheq Vjosa Berisha, drejtoresha e Pri Film Festit, edhe ajo ndjera. Ajo më thiri e mu, e tha, Luan, kështu e kemi një projekt shumë të madhë, cilin du të me punu, edhe ajo zgjati ndoshta një pas shpallës, normal, zgjati shumë pas asaj e punu, edhe ata mu ma dhanën të vërtet zyra e atëherë ishte krye parlamentari Jakub Krasniqi që e marrë zyra ti ma dhanë një libër si mostër për me pa, ishte një libër i ngjashëm të cilën e ka punu Malizi. Republika Malici. Po mua e liber as pak nuk më pëlqen. Nuk të pëlqej. Tash mu po pëlqen vetëm si ide, por si pun, e bëjmë ndryshe. Absolutisht jo. Pastaj. Ashtu që edhe du të them edhe diçka që njeni prej kushteve të mia tash, kushte me thonë. Sepse ata nuk miren vesh, ata e din çka po dojnë, ata nuk miren vesh në dizajn, nuk miren vesh për punimin e fotografive. Në përmbajtjen. Nuk përmbajtja është okay, po tash po flasim për tipografi, po flasim për diçka që është super profesionale. Tash ju kisha lut. Kreti unë digjej, kreti pajtoj sa e përket ides, për anën praktike mos më përzini. Edhe mu të them me plot gojë që nuk mu ka përzi. Nuk janë përzi. Absolutisht, një presi nuk ma ka livrit. Luan, edhe vet emri pavarësia, por ne ke përmenë edhe Vjosa Berishën dhe njerëz të mëdhej që s'janë më i duar trokasin për këtu homazh ju bëjnë dhe shkru. Po libri Skënderbeu është një punë e jote kolosale. Çfarë të shtyu të merresh kaq thellë me tash do të them në historinë, puna Skënderbeu, pra po kthela tek veçlia, te rinia ime e hershme. E më mend shumë i vogël, ndoshta as në shkollë s'kam qenë kur në korridorin në C12 aty prej kajt e kum pa unë në interes. Prej atij korridorit kemi pas një fotografi të Skënderbeut. Ka qenë Skënderbeu dyqysh me një shpat, me mjekër gjatë, po një litografi shumë e veçantë, që nuk e kom pa askund tjetër. E baba e me ka pas vendosur në mur. Edhe ma në mend të thënitën ndoshta, kur i patëm demonstratat në Kosovë, dikush erdhë, zdi, tha Rushdit, lutëm, tha, është mirë, tha, ta largosh të ka. Ki kujdes. Se mos po të hynë dikush, a i punët e tëre në komitetin komunal, ishte këshilltari i kryetarit. Edhe, tha okej, edhe heki, normal. Aqë shumë më ka dhimt, ajo fotografi, ide nuk i. Jo pse,
Se ato e kom, tonë jetën e kom shiqu. Fatë shqiptarë, kosovarë. E tash, ato tapetat të cilat ishin ersu pak prej kohës, kur u hek ajo piktura, ajo mbeti ajo katrori. Edhe pas vdekjes babait, ai vdiq 90-ën, se e largun prej punës si gjithë shqiptarët, u largun prej punës, edhe ai u mërzit shumë, u smue 90-ën vdiq. Atë fotografi e kishte fut me një libër. Ishte libri i viteve 50-ta për historinë e Prishtinës. Edhe unë s'di pse më nxora libër kur e kom pa. Yes. E gjeta. Edhe faktikisht, kur i kom gjithë atë fotografi, edhe kur filloj interneti, do më thonë 89, 90, 91, 92, kur filloj nga pak me u namesh, ju pak botën, në përmes internetit, atëherë unë fillova me i mbledh fotografit e Skënderbeut për internetit. Ka pak aty, kryova një folder të vogël edhe pash që ka shumë. Po ishim me cilësi shumë dopt. Sikur që sot që janë. Edhe jashtrova një detyrë, thash, sot do vjetë që zgjatën, une do t'i gjej të gjithat originale. Prej burimore, dhe më thonë, kush e ka vizatu, apo ku gjinden, në cilën muze gjinden, apo në cilën arkiv, apo në cilën liber, edhe ajo ka qenë një sfit për mu, ndoshta gati 10 vjeçare. Punë kolosale. Gati 10 vjeçare. Edhe për shkak asaj, unë kom kalu, Italinë, s'kom lënë vetë bashku, sa që isha edhe në Firenze, me pranverën, me shoqen time, aty ku gjendet ky portreti kryesor i Skënderbeut, është në Galeria degli Uffizi, ku për atë moment ku ishin me qindra mijë turist, ishte pamundur më fut aty në arkiv po flasin, se ne e pam pikturën për zgjalli. Po, në arkiv goxha vështirë. Po, me hynë në arkiv aty ku jo të digitalizuara të gjitha, ishte totalisht e pamundur. Edhe duhet pagush, apo? Edhe me pagu nuk ki shans me hi, sepse ajo është administrat, sikur me hi në zyret e Luvrit, me hi të drejtoria, dhe më tonë totalisht e pamundur. Por kom pas fat shumë të madh që tek dera administratës që ishte këtë mrapa, doli një gru pak më vjetër, një zoj, një italiane, edhe një afrova thash në anglisht, normal se italisht nuk e di aty këtu dishka, thash zoj, thash më falni, thash, një pyetje thash dua t'ja bëj. Tha po urdhani, shumë e mirë. Tha urdhani. Thash është një portret tash në katin e dytë në Galerinë Uffizi, thash për të cilën tash jam shumë interesuar. Por jo me pas, unë isha e pash, po unë po du me e pas një kopje digjitale të originalit. Tha po, pse po du, thash jam studius, atëre veç isha të marrë me kaj këto punët e mija studioze, tha, prit, tha veç pak, më shikoj, më bind. E tha me mu. E ta shkum krejt me një pjesë tjetër ku ishin ta karabinierat italianë, dhe më thonë rishti pare, rishti dyte, rishti trete, skeneri pare, skeneri dyte. Edhe erdha të i pari kalon, se aja ishte ati li farshefice, nuk i di, halos sot nuk i di qëfar punë ka pas. Nështë ta ka qenë drejtoreshe Galerisë Uffizi, ajo quhet galeri, po është muze. Ajo është sikur Louvri i Parisit, Uffizi është i Italisë. Aty i ki Caravaggio, Leonardo, të gjithë. Edhe më lënë tek hymja kryesore, ishte një dritare madhe, edhe një police, një italiane, një gru. Edhe kjo për thotë, këtë djarë ka mu taku me dritoreshen e arkivit nesër në orën 9. Se unë e bonat të kërkes. Tha po qysh, tha të lutëm thire, tha dritoreshen, ajo thiri me telefonin, zbriti dritoresha poshtë. Suzi Piovanelli, një zoj, kështë një satanike pak. Tha, yes, how can I help you, sir? Ajo natë anglishtën italiane. Tha, shumë interesum tash vetëm për një portret digital. Thash, unë përdu me pa. Edhe përdu ju me ma dhoni kopje. Ose me ma shit, ose qka do ne bëni. Tha, okej, tha, nesër në orën 9, tha, e janë, tha, ju presim këtu. Unë e jo 9, në 8:30 aty.
fletëm në Firenze, bile bash afër vendit ku ka jetu Dante Alighieri. Shtëpi e vjetër, 100 vjeçare, 300, 400 vjeçare. Edhe të nesër në shkum atje, tash nuk ishte ajo policia, po ishte tjetër kush. Po kjo mu ma dha me shkrim, me një copë letër e shkrim që personi që ky do të vjen nesër që ka qora do të takot me këta. Edhe unë në gjam ato, tak kështu, so në Italiu s'po di, edhe ajo tha, okej, edhe thiri Suzin, zvriti ajo. Unë për thiri Suzin se ajo është ashtu U prezentu. Në është ta Suzana, ku ta dione. Edhe shkum katin e 3-4 nalt, në ndërtes shumë e vjetër, ashtu bash kohës së rilindjes italiane, hynë mrenda edhe Renesansës. Ajo pe hap atë monitorin, pe dhes, kompjutorin. Tha, okej, tha, tregom, tha, cili është ai portret. Në ndërkohë, une, pasi që unë dave me ta një ditë për para, në atë katalogun e madhë me një librari, e shfletova edhe gjeta portretin e Skënderbeut të vogël, me të gjitha shënimet edhe me kodin. Kodi ky, fotografuar këtë vit, ku ta diun, ai ishte bardhëzi. Unë ato fotografova me telefon, edhe për thom, Suzi tash, ja, kjo është. O, tha në kish shpëtu, sepse aty ishte një gabim në përshkrimin e tij, nuk ishte Skanderbeg, po ishte Skanderberg me R. Skanderberg. E këshin shtu një R, ja këshin huq. Edhe nuk ishte Georgi, po është Georgii, me 2 i janë, në më tonë edhe nëse e këshe lyp, nuk këshe mujtë me qitë. Po la faka që unë e fotografova, edhe kërku me kod, u gjetë. Edhe ajo hyni mrenda edhe hapi. Edhe momente, ajo ishte aq e madhe, aq ishte me cilësi fenomenale, sa që kur u hap vetëm syni i pikturës, do më thonë, aq ishte gjigante fotografia. Se ato e fotografu të gjitha, se ajo ishte njena për 78 portreteve të Galerisë Uffizi, të cilën e ka punu Cristofano Daltissimo, kopjusi maj madh i kohës së Renesansës italiane. A ishte vetëm kopjus, ishte një fratër që ka punu në qytetin Como të Italisë, dhe ditash historinë. Edhe unë kur e pash ato plasaritjet e pikturës u pa edhe ajo vraga e plagës së Skënderbeut që ka këtu afër, ishte çaq e qartë, çaq e mirë. Edhe unë fillova mu dridh për shqetësimit që më në fund e takova portretin e parë të Skënderbeut. Wow! Tha, më falë, tha, po pse tha po shqetësosh ka të shumë? Edhe i thash, po, thash, lutëm, lema mu ma usin, une po du me livis, une po du me, edhe ula në gjoj, në tokë, edhe kështu dore nalt, edhe peshqoj portretin. U qmenta, këtë gjithë të qërpiku shikë, gjithë të fije flokut. Edhe, tha, po, qka ka këj qatë shumë, tha që ti po kërkon, tha me pas. E u mendova, si ta spjegoj asaj, thash, ndigjo, tha Suzi. Thash, pas qenë ky personalitet, që i gjithë që ka strioti Skënderbeu. Thash, unë e ti sot do të flisnim turqisht. Thash, Skënderbeu i ka bo bal, 23 vite i ka bo bal për Andorisë Osmane, edhe nuk i ka leju që sepse ideja e Sultan Mehmetit, Sultan Murati ishte të pushtoj Romën, edhe këtë kishën e Shëngjergjit në Romë, thash, ashtu që Shënt Pjetrit, më falni. Edhe, a tha vetë, do të vendosi, tha, kur të vi, do të vendosi qalmën time, tha, për mi kupollën e Shënt Pjetrit. Ashtu që dëshira ti, edhe faktikisht, edhe pas vdekjes Skënderbeut, Sultan Murati II, ai hyri në Itali, për 6 muaj, pat beteja në Trani, në Barletta, në këta diune, por pas sukses, sepse Skënderbeu i nali pushtust për 23 vite, ata atje për 23 vite u përgatitën për luftë, e ashtu që këto e sfigova, tha pajtohë pëllësisht. A çfarë jeni është puna jote përfundon në biblioteka, si në New York, apo Rom, apo... Po, besojmë për shembull, gëzimi im më i madh ishte kur kom dëgju që libri im ka shku në bibliotekën më të madhe në botë në Washington,
ku janë të gjitha librat edhe njeni prej vendeve kyçe është edhe libri im mbi Skënderbeun. Është gjithkohë, është në të gjitha bibliotekat, ju e keni këtu me siguri edhe listën, janë diku një 20 ndoshta. Po. Në Rom, personalisht unë e kom ndërzu. Ke dozë. Edhe ishte aty në atë pritoren, kryesori ku ishin ta administrata, unë shkova me çantë, me pranverën, edhe buongiorno, hynë brenda, edhe tha, urdhoni, tha, ata kanë ndu që la kila shku me marrë në një libër. Thash jo. Thash unë po marrë, thash me janë dhuru një libër. Tha, me të shojmë, sepse atje kanë sheshin, sheshi Skanderbeg, e dini ku është monumenti i madh, i ngritun 1949 nga kush ka qenë ai. Në atë kohë, edhe kemi edhe portretin e famshëm aty afër fontanës Trevi, ku ka në Palazzo Skanderbeg, ku është ajo rozeta e madhe, portreti Skënderbeut që është punu në kohën e Skënderbeut. Në kohën e Skënderbeut. Në kohën e Skënderbeut. Ashtu që ata janë shumë. Edhe dorëzove. Edhe dorëzova librin. Kur e kam pa dora vet. Tha, ju po na jepni, tha, po na falni këtë libër neve? Thash, ty jo. Thash, ndërtesës me japoj, thash, më s'pemeraj për qënë shme. Thash, jo, thash, bibliotekës, këtu, thash, me fali, e u qunë të gjithë në kame për shëndet, të na për qafë, unë fali me kjo, tha, dhurata ma e madhe, tha, që kemi mujtë me pas të nërët. Asa, Hadian, paralelisht, me punën të ndë që, bashkë se kena las një herë, e vlenë për një punëtor të madhë kështu. Hajde. Çka është ajo? Ke ndërtuar një karrierë të fuqishme muzikore. Po. E fillove... Fillova me Shemin, me Ilirët fillova. Me Ilirët, Me Ilirët fillova... A ishi Ilirët apo si grup një herë? Ilirët fillova. Se faktikisht, une ish atëre, kur kom fillu 17 vjeçar, si gitarist i ri, si talent. Ishe instrumentet erdhën prej Londres, Gibson Les Paul i përforcusi që në atë kohë ka qenë shumë problem me pas një instrument të mirë. Po fat jam, nënën theme du të me ju falë në gjithë ditë. Ajo e bleki, ajo me ka blek gramofonin e parë, me ka blek këta plakat e Beatlesave për ditëlindje. Do më thonë, më kanë ndihmu si cilën aspekt. Edhe... E fillut me Shemin, edhe, unë atëherë isha gitarist, fillimisht ishta me një band i cili është qujtë Moon, The Moon. Ata ishin shumë atë vjetër se unë, edhe me ata ndjemë, për pa naj sukses të madhë. Edhe Shemuki mbet pa gitarist. Unë Shemuki kom thirë. Tha, Luki tha, Shemi tha këtu, atëre veç kom ditu në për Ilirët. Ilirët veç kam pas, Meritën e kam pas hit. Merita. Do më thonë, Merita ka qenë, edhe një hit. Së më këtu atë cili. 2 këngë kam pas. Edhe më thirë, tha, a je interesum, tha me arë, tha me bo, më tha muzikë, tha me ne, tha se kemi nevoj për gitarist. To shpomëre, atër ishte Agimberi ishte në band, me te ishte Shemi edhe Preni edhe Tara Naseri, edhe unë e fmimo krasime, tha ta ishin këtë pleqë për mu, veçanisht Agimi, Me Agimi tash kom bashkëpunu për një libër të Agimit, ja kom dizajnu një libër e përshëndes Agimi. E kom pas musafir, e kemi shpalos. Edhe fillon provat, e maj mend, fillon provat, edhe besoni që me 3 provat e parë, unë i mësova gjithë repertuari. Gjithë repertuari? Repertuari ishte... Qëndrove gjatë me Shemin? Me Ilirët? Jo shumë, ndoshta një 6-7 muj, 7-8 muj. Se goxha ke lëviz në për grupe, a ke lëviz... 6-7 muj, po problemi ka... Se të kërkonin? Po, ka qenë problemi tek pagesa. Shemi ka qenë pak do shtrengut për pagesa. E ashtu që unë e hetova me kohë, ta Shemi, thash, mësëm, letash pa pare, se unë e di që kjo, që kjo giga, për që kjo tezë, kësi thash, kjo ka mu pagu, sepse bënu muzikë për, ishte një takimi i matematisjetve të Jugoslavisë, të ri. E ju muzikonit pas të edhe na për takimi bo muzikë, normal, edhe ajo unë bajtë në menzel e studentave. Kati 2 menzes, i hekën të gjitha tavolinat, të gjitha karikat, edhe aty kemi majtë, parëm do, se sot njerës asë që din që aty kanë majtë konceptet. Janë majtë shumë brëmje konceptet. Po flasim për menzen, katin e 2 të menzes.
Edhe ajo ishte njëna për arsyeve, këto ku nuk i kam thonë, për që për thomë haptas, jo pëse shemi nuk është më gjallë, po është interesant që ndoshta edhe unë kom qenë pak i ri, pak kokfort, pak kutadine, ajo është e arsyeja pse unë dola prej lirëve, edhe pse ku ngabu. Pastaj shkove ku? Mandej më një herë pas asaj, po jo si gitarist, si baterist për Minatorin. Minatorin. Për Naser Gjinovci. Naser Gjinovci. Ashtu që me Naseri kom qenë njëpë, ndoshta një vjet me te. Po pastaj? Mandej, shkova ushtar, pasi që i kryva ushtrin, atëherë kom fillu kom bo bendin me vllahun tim, grupi Manifest. Manifest. Ka qenë hiti madh i 86-7-s, Vash Pandjenja. Mandej kom qenë baterist i grupit Tente, kur Lapa nuk ka qenë aty, Niko, mandej kom qenë për fillimin e fundit, mandej kom qenë edhe për disa bendet tjera, por kom qenë edhe baterist i Studio Radio Prishtinës. Studio Radio Prishtinës. Të më thonë, ka pas shumë, ata nuk më kanë angazhu drejt për drejt Studio Radio Prishtinës, po më kanë... Kur kanë pas nevojë? Kur kanë pas nevojë, më ka thirrë, por një njeri i cili më ka angazhu shpesh ka qenë Agron Berisha i Shkupit. Agron Berisha, edhe ashtu që Agroni sarë që ka pas, a ishte edhe lunt edhe rolin e producentit. Ishim bendet të reja në atë kohë. Edhe kur vinin bendet të reja, ata bateristat që, na pedim që baterit janë temeli muzikës. Absolutisht. Kretë ndërtohen për mi. Se bëjmë do. Edhe nëse një baterist, djali i ri, nuk mund të krynte punën ashtu si duhet, luan, eja. Ashtu që, kjo, mandej kom bo muzikë edhe në Turqi një kohë, si ju thash pak ma herët, edhe mandej, pas luftës, periudë, më thonë, 99 dhe këndej, kom fillu më njerë në Zanzibar. Zanzibari kom po një vjetë e gjys, 3 herë një javë kom bo muzikë. Dhe s'keni bo atë politike në Zanzibarit, s'përzishtit atje në... Ja, pësu, a unë e vole kom adhe.